Tahir Sinani. Me një ceremoni madhështore që radha mund të shihet rikthejet në Prizren, ish komandanti zonës operative të Pashtrikut dhe 3 luftrave kombëtare Tahir Sinani i shkrir në bronz. Në këtë program madhështor në parkun e qytetit të mbuluar me flamur kombëtar, qëndronte si një margaritar shtatorja komandantit Tahir Sinani. Kurse në ndërim të këtij komandanti, sot ishin përbashk shumë zyrtar shtetëror që nga ministri në detyrë i mbrojtjes, kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, ish komandantë UQK-s Fatmir Limaj, Sadik Halitjaha, general Enver Cigaci dhe shoqatat e dala nga lufta, familjar të heroit Tahir Sinani nga Shqipëria dhe nga gjithë trojet shqiptare. Fillimisht të pranishmit i ka përshëndetur kryetari i komunës Shaqir Totaj, i cili me këtë rast të tha se komandant Tahir Sinani ishte shembulli i njeriu që diti ta vlerësoj lirinë dhe ai nuk kërkoi të hyjë në histori, por historia i dha vendin në histori. Sot Prizreni po ndihet krenar që po e pret këtë hero. Prizreni është kujdestar i kujtesës tonë kombëtare. Ruajtja e figurave tona kombëtare është një trashëgimi për të rinjve dhe brezat tona. Figura e Tahir Sinanit është më shumë edhe më tepër se një biografi lufte. Është një udhëzues moral për të gjithë kombin. Ai ishte mishrem i kurajos, i besës, i përgjegjësisë ndaj vendit. Ishte shembull se si njeriu kur e do lirinë nuk e kërkon si privilegj, por e mbron si detyrim. Ishte njeri i drejtësisë, i përullësisë dhe i sakrificës. Ishte prej atyre burrave që nuk kërkojnë vend në histori, por historia u jep vetë, sepse jetojnë për të tjerat. Për mua, kjo shtatore nuk është vetëm një monument, është një deklaratë publike e qytetit tonë se dim të kujtojmë me dinjitet, dim të ruajmë vlerat e njerëzve që dhanë gjithçka për kombin. Ruajtja e figurës së Tahir Sinanit për mua është akt institucional, moral dhe qytetar. Një proces i përditshëm i mbrojtjes të së vërtetës, i respektit ndaj sakrificës dhe i përkushtimit për të çuar më tej idealin e tij. Prizreni, qyteti ynë, ka një traditë të gjatë të kësaj përgjithësie. Këtu janë farkuar ide, janë ndërtuar ura, institucione, janë bashkuar gjenerata. Unë e shoh këtë qytet si kujdestar të kujtesës sonë kombëtare. Detyra jonë nuk është vetëm të ruajmë si burë të trashëgimisë, por edhe figurat që mbajnë mbi supe peshën e lirisë tonë. Dua që çdo njeri që kalon pranë kësaj shtatore të ndalet për një çast. Të kujtoj se liria nuk është e dhënë. Ajo fitohet dhe ruhet me punë, me dije dhe me karakter. Sot duhet të shpreh minjogjen time më të thellë për familjen Sinani. Ju keni mbajtur një dhëmbje të madhe, por edhe një krenari që na bashkon të gjithëve. Si kryetari i komunës, por edhe si qytetar, ju falenderoj që keni mbajtur të gjallë kujtimin e tij me dinjitet e me qetësi. General Kudis Selame. Këtë rast ka folur për idealin e heroit dhe sublimin e tij për liri që dinte ta bënte ai me faktin se ishte pjesëmarrës i luftrave vetare e kombëtare. Mirë se erdhe komandant Tahir Sinani në Prizrenin tonë të beslidhjes, tha General Kudis Selame. E në këtë ditë të shenjtë, Prizreni po e shton edhe një medalje plus, duke ngritur përmendorin e heroit të kombit Tahir Sinani, që realisht, qenia e kësaj përmendorje këtu, i bën nderë Prizrenit dhe luftës së kësaj treve për shterim. Jam shumë i nderuar që në këtë ditë festive, më jepet fjala për të përshëndetur në këtë ceremoni të zbulimit të kësaj shtatorje, nëpërmjet së cilës Tahir Sinani dhe vepra e tij e madhe bëhen përjetësisht qytetar të Prizrenit. Është ky program një akt mirënjohje që Prizreni i paraqet Tahir Sinanit dhe nëpërmjet tij të gjithë dëshmorëve të rënë të zonës operative të Pashtrikut, duke rritur shenjtërinë e ditëve të shenjta të Shqipërisë. Unë i uroj Tahir Sinanit mirëseardhjen në kryeqytetin historik të Shqipërisë, në Prizren.
sepse pikërisht këtu e kishte vendin ai luftar i përkushtuar i atë dheut e kombit, që ishte në vit për luftës në gjithë hapësirat e trojave kombëtare shqiptare prej Shqipëria në Kosovën lindore në Maqedoni për ta bërë atë dheun e tij të lirë e të bashkuar. General Selim Krasniqi tha se ishte dhe mbetet hero legjendar, sepse ai diti si duhet të vdiset për atë dhej e për liri. Adhetari i madh, Tahir Sinani, erdhi në mesin tonë në momente shumë të vështira, kur në altarin e lirisë kishin rënë shumë gra e burra të zot, të cilët ja kishin kushtuar gjithë jetën luftës për liri, dhe mungesa atyre ishte shumë e madhe. Ishte koha kur duhej shumë punë për kushtim, koha kur duhej bërë riorganizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, koha kur duhej kthyer besimin në luftën e fitore, dhe ishte koha kur ne duhet të hakmerreshim për gjithë vëllezërit e motrat që deri në atë kohë kishin derdhur gjakun për liri. Luftëtari e komandanti i zonës Pashtriku Tahir Sinani nuk ndaloi për asnjë çast organizimin dhe luftën për liri deri në fitore, dhe pas luftës dha një kontribut të çmuar edhe në trupat e mbrojtjes Kosovës si komandant i zonës dytë mbrojtëse. Komandant Tahir Sinani, nga se ishte betuar se do luftonte deri në vdekje për shtirimin e trojave shqiptare, mori pjesë aktive edhe për shtirimin e trojave tona në Preshevë, Medvegjë, Bojanoc, si edhe në trojave tona në Maqedoni, ku në mesin e luftarëve ishte gjithmonë i dashur dhe në çdo moment pranë tyre, deri në momentin e rënies në fushë të nderit, mes rasti u bashkua vargu të heronjve dhe heronjve që derdhen gjakun për liri. Ismail Latifi, kryetari i komunës Sarahovecit, foli me një emocion të rrallë për ish komandantin e zonës operative të Pashtrikut, duke e quajtur heroj pavdekshëm në Prizrenin e Beslidhjes. Akti më madhor i një populli të ndarë, të pushtuar, të shtypur e të shfrytzuar është lufta qeveritare. Karakterin kombëtar të luftës së ushtrisë qeveritare të Kosovës nuk e përcakton vetëm fakti se aty u rreshtuan bie nga të gjitha viset shqiptare dhe nga mërgata jone e madhe, por edhe fakti se kjo luftë zgjoi potencialet e fjetura kombëtare. Në kapërcyll të ndërrimit të shekujve, shqiptarët ndërmorën aktin më të rëndësishëm në historinë e tyre për të çliruar trojet e pushtuara nga sllavët. Kjo ndërmarrje e përbashkët kombëtare me karakter shërimtar, humanist e fisnik në vetvete, e ndryshoi jo vetëm historinë tonë, por ripërcaktoi sferat e interesit më të gjerë global. Përfundimi i një rrugtimi të përgjithshëm ishte fundi logjik i një padrejtësie të madhe historike ndaj kombit tonë. Isa Berisha, kryetari i OVL-s në Prizren, me këtë rast ka folur për lavdinë e komandant Tahir Sinanit. Në 28 nëntor është datë që na bashkon në rënjet me historinë dhe me atë dhënë tonë. Është dita kur Skënderbeu ngriti flamurin e lirisë në Krujë, dita kur Ismail Qemali shpalli pavarësinë, dita kur Adem Jashari lindi për të bërë simbol i sakrificës së brezave, dhe dita kur ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dolën në dritë për t'i treguar botës se populli i Kosovës ka vendosur të jetojë i lirë në tokën e vet. Në këtë kuadër, Prizreni sot ndalet me nderim të veçantë, sepse për ulet edhe para figurës e njërit prej komandantëve më të respektuar të luftës sot shqiptare, ish komandantit të zonës operative të Pashtrikut, i cili me mençuri, urtësi dhe vendosmëri e tij udhëzoshi qindra luftar rrugës së lirisë. Zbulimi i kësaj shtatore nuk është vetëm një akt ceremonial, është dëshmi, falënderim, kujtesë e përjetshme dhe amanet për brezat që vinë. Kurse nga Maqedonia Veriut kishte ardhur Sejdullah Duraku, që përcjell falënderimet e popullit shqiptar për komandantin Tahir Sinani. Sot, në këtë ditë të shenjtë, të 28 nëntorit, ditë e flamurit, ditë e pavarësisë dhe ditë e ushtrive tona çlirimtare, ne përulemi me respekt përpara veprës së heroit Tahir Sinani. Me këtë përmendore nuk nderojmë vetëm një komandant, por nderojmë një djalë të kombit, një luftëtar të lirisë, që jetën i ia kushtoi tokës, flamurit dhe popullit të vet. Tahir Sinani ishte shembull i guximit.
Gjavete Jashari, kryetari i familjeve të dëshmorëve të Kosovës, tha se këtu po na mungojnë strategët dhe themeluesit e UÇK-s dhe ata që sollën lirinë e kësaj toke, ata padrejtësisht po mbahen në hak. Sot, në festat e flamurit, na mungojnë fizikisht krijuesit dhe themeluesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Na mungojnë fizikisht udhëheqësit dhe themeluesit e shtetit të Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Dhe ne, krahas nderimit, krahas respektit, duhet që japim edhe vendin meritor gjithë atyre të cilët kanë luftuar dhe kanë bërë përpjekje me kontributet e tyre për të ardhur deri te liria. Por edhe atëherë kur preket në vlerën e shajt të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ushtrive tjera, ne duhet të reagojmë. Ku ka padrejtësi më të madhe, ku jepet mundësia nga një rezolut e Këshillit të Evropës të shpikin e shpifin siç ishte raporti i Dick Martit. Kurse së fundmi falenderoj të gjithë të pranishmit, këtij përorimi madhështor i biri heroit Rezart Sinani, duke falenderuar pjesëmarrësit nga të gjithë hapësirat kombëtare, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e nga Amerika e Largët. Sot, në këtë ditë të shenjtë këtu, në Prizrenin historik, u bë e mundur vendosja e shtatore së komandantit të 3 luftrave, Tahir Sinani. Një shtator që do të qëndroj përjetësisht krahas komandantit legjendar Adem Jashari dhe krahas të gjithë atyre bijve e bijave që dhanë jetën dhe sakrifikuan në gjën më të shtrenjtë për këtë kohë. Në emër të familjes Sinani, ju falenderoj nga zemra të gjithë ju që jeni sot këtu për ta ndarë me ne këtë ditë madhe të shënuar. Falenderim veçantë për iniciatorët që mundësuan ngritjen e kësaj shtatorie. Falenderim veçantë për zotin General Selim Krasniqi, Kujtesi Lame, Komunës Prizrenit për organizimin e kësaj ceremonie, për skulptorin zotin Maksimero për punën e shkëlqyer. Faleminderit gjithë ju që jeni të pranishëm sot. Sinani i shkrirë në bronz, ka që tutje roje për Prizrenin, për krejt Kosovën dhe për gjithë Shqiptarinë.